Kemi qenë ne si politik, kemi qenë ne si opozit që kemi kërkuar këtyre institucioneve me rol të pasvendësueshëm në luftën ndaj krimit zgjedhor, që të marrin masat përkatëse në mënyrë që planet e masave, në mënyrë që përkushtimet e tyre për ta luftuar krimin zgjedhor të mos ngeleshin në letër dhe të mos ngeleshin në kuadër akademik. Kemi paraqitet si viktim, ndërsa drejtësia shpallet fajtore. Dhe këtë përmbysje e pamqartë në çështjen e Belinda Ballukut, të trajtuar nga avokati peng i saj, kryeministrin detyrë Edi Rama, në vend që të përgjigjej për provat e prokurisë së posaçme dhe abuzimet me 11 procedura prokurimi publik prej 1.1 miliard euro, kryeministri zgjodhi të sulmoj drejtësinë dhe të përdor parlamentin për ta penguar atë. Objektivi kryesor i Edi Ramës ishte viktimizimi i Belinda Ballukut, qeverisë së tij dhe atij vet, duke përpjekur të diskreditoj publikisht prokurorinë dhe SPAK-un, si dhe të minimizoj rëndësinë e provave të paraqitura nga prokuria. Ai nuk është qesharak dhe i pabesueshëm, një kryeministër që flet për linçim publik, politik të partisë në pushtet nga i njëjti sistem me cilin burrej se kishte ngritur vetë për të shkuar madje edhe tek dera e zyrës së tij. Por Edi Rama, siç tashmë është provuar për 13 vitesh, ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Ai flet për pavarësi të drejtësisë, por voton kundër drejtësisë. Voton kundër kërkesës prokurisë posaçme për të lejuar arrestimin e bashkëpunëtorëve më të afërt të tij. Kam parë me qindra komente dhe marrë me dhjetra qindra mesazhe nga qytetarët dje dhe sot. E kuptoj që shumë njerëz janë të zhgënjur nga vendimi i djeshëm i Edi Ramës dhe mazhorancës socialiste për të mbrojtur një të korruptuar si Belinda Balluku dhe aktet korruptive të qeverisë Edi Ramës. Po për të gjithë të zhgënjurit, sot kam një mesazh. Prej sot, shikojeni Edi Ramën siç është në të vërtetë një mbrojtës politik i korrupsionit, të cilin tani i ka rënë maska 10 vjeçare e arkitektit të rrem të reformës në drejtësi. Qytetarët kanë të drejtë të dinë se vendimi i Edi Ramës për të bërë avokat i korrupsionit nuk është marrëdhje. Ky vendim nuk ka asnjë lidhje me ndonjë fakt juridik, sepse provat, madje me mira flet, janë aty. Ky është një vendim politik i marrë që ditën e parë të ngritjes së akuzës ndaj Belinda Ballukut. Është një vendim i paracaktuar, fiks një lloj siç ishin vendimet e të panderës Belinda Balluku për të paracaktuar procedurat e prokurimit. Qytetarët meritojnë të dinë gjithashtu se për herë të parë që nga krijimi i SPAK-ut, një kërkesë e paraqitur nga prokuria e posaçme për hetimin e abuzimeve me fondet publike në nivelet më të larta të pushtetit, por refuzohet politikisht nga shumica parlamentare, jo mbi bazën e një analize juridike, po mbi bazën e një mbrojtjeje të hapur politike nga kryeministri i vendit. Të gjithë e pam se Edi Rama përgojoi këdo dhe bëri pis gjithçka që e çon drejtësinë nga Belinda tek ai vet, por në 80 minuta fjalim nuk përmendi asnjë provë reale të prokurisë së posaçme. Janë me mira mesazhe të Belinda Ballukut, me varcit e saj, Erviz Berberi dhe një zonjë tjetër, ku ajo ndërhyn në tendra në mënyrë të palishme për të favorizuar kompani ose për t'ia hequr të drejtën një kompanie tjetër. Në rastin e tunelit Llogaras, është krejt e qartë se tenderi u prish që të fitoj më vonë nga kompania turke me një ofertë 50 milion euro më shumë, ajo që Edi Rama dhe Belinda Balluku, pra kompania, kishin takuar kohë përpara hapjes tenderit në Ankara të Turqisë. Është po aq e qartë porosia e dhënë nga Edi Rama dhe e cituar prej Belinda Ballukut që një tjetër tender ta marrë një biznesmen i caktuar.